çfarë të frymëzoi në fillim të bashkohesh me mua në laborator? Dashuria. Kush që sfida më e madhe në të rrugtim? Ka qenë e gjitha një sfidë sepse formimi im nuk kishte asnjë lidhje me formimin tënd. Në këto vite ke pas momente që ke menduar që nuk të merr më me këtë që të ta mbyll boll. Kanë qenë të panumërta. Ti nuk validoje punën time. Kuptimin, kur unë e bëj diçka, jo, nuk më pëlqen kthej mbrapsht. Fakti që nuk e heq dorë, Absolutisht që heqja dorë nuk është fare opsion. cili do jetë sugjerimi yt për një çift që duan të fillojnë një bashkëpunim? Duhet ketë patjetër shumë përkushtim dhe pasion dhe dashuri në këtë mes. Kush janë sfidat që përballet sot në themi turizmi dentar? Tregu i dentistrisë vitet e fundit është bërë shumë dinamik dhe shumë i vështirë. Si menaxhohet stresi, dinamika në një klinikë që ka kërkesa të larta? Kur ti e bën punën siç duhet, kjo përkthehet në stres të pakët. Të jesh shembull për gratë e reja në sipërmarrje. Perfekte.